Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Kur qielli të shkryet. Kur të qohet qielli, duke dëgjuar me bindje në nështrim Zotin e vet, ashtu siç e ka për detyrë, Allahu i lartësuar flet për disa ngjarje të mëdha, që do të ndodhin ditën e Kiametit. Atë ditë, qielli do të qohet dhe do të ndahen shtresat e tij, duke u dalluar nga njëra tjetra. Yjet që janë të do të shpërndahen. Dielli dhe hëna do të shuhen. Qielli do t'i bindet urdhrit të Zotit, duke e dëgjuar me vëmendje dhe për ulje. E si mund të ndodhte ndryshe, kur dihet se qielli është nështruar Zotit dhe është në drejtimin e një meleku të madh, i cili kur nuk e thyen urdhrin e Zotit, por gjithmonë e çon në vend gjykimin dhe vendimin e tij, dhe të dëgjoj me përvujtni Zotin e vet, siç i përket. O tefsiru sure El, Inshikak, ajet 1. Dhe kur toka do të shtrihet me shafitjen e maleve. Kur të shtrihet toka në gjerësinë e saj, toka do të pësojë një dridhje të fortë, aq sa malet dhe çdo gjë mbi të do të sheshohen. Zoti do ta shtrihë atë, ashtu siç hapet një lëkurë rreth atë, dhe toka do të bëhet shumë e gjerë. Ajo do të nxjerrë të gjithë ata që do të ringjallen në të, të cilët do të jenë të shumtë. Mbi tokë nuk do të shihet me as grupa as lartësi, dhe ta hedh gjithë atë që ka brenda të zbrazet. E të nxjerrë çfarë ka brenda e të qirohet, duke dëgjuar me bindje në nështrim Zotin e saj, ashtu siç e ka për detyrë. Toka do të nxjerrë jashtë çdo gjë që fshihet dhe prehet brenda saj, të vdekurit, thesare të gjithçka, dhe kështu do të qirohet prej tyre. Kur ti fryhet surit, të gjithë të vdekurit do të ringjallen për të dalë mbi sipërfaqen e tokës. Edhe thesaret do të dalen jashtë, për të shndërruar në një shtyllë të madhe, të cilën do ta shohin të gjitha krijesat dhe do të dëshpërohen për atë që garonin në dynja dhe e cila tashmë nuk ka asnjë vlerë. Kështu, edhe toka, ashtu si qielli, i nështrohet Zotit e saj, ashtu sikurse e ka për detyrë, dhe të dëgjoj me përvujtni Zotin e vet, siç i përket. O tefsiru sure El, Inshikak, ajet 4. Ti, o njeri, që përpiqesh shumë, mundin tënd do ta gjesh te Zoti yt. Atëherë ti, o njeri, që bën përpjekje të mëdha për t'u afruar te Zoti yt, do ta gjesh shpërblimin e përpjekjeve të tua. Kuptimi, o njeri, ti je duke nxituar për të shkuar tek Zoti yt. Ti ose do të jesh nga ata që kryejnë urdhrat dhe u largohen ndalesave, duke ruajtur kufijtë e tij, ose nga ata që shpërfillin takimin e Zotit dhe harrohen në gjinohet e tyre. Realiteti është i njëjtë për të gjithë, çdo ditë që kalon, ju i afroheni takimit me Zotin tuaj. Ajo që ndryshon janë veprat e përpjekjet e secilit. Kur mos mendo se do të mbetesh pa u shpërblyer me të mira, nëse je prej të mirëve, apo pa u dënuar, nëse je prej të këqive. Në vijim, Allahu i madhëruar jep hollësi për drejtsinë e asaj dite. Ai thotë, atij që do t'i jepet libri i tij në dorën e tij të djathtë. Për sa i përket atij të cilit libri vet do t'i jepet nga e djathta, atij do t'i bëhet një llogari e lehtë dhe do të kthehet te familja e vet i gëzuar. Këta janë të lumturit, të shpëtuarit, fatrumët. Këtyre do t'u bëhet një llogari e lehtë. Ata thjesht do të paraqiten para Allahut të madhruar. Ai do t'u kujtojë atyre gjinohet që kanë kryer në dynja dhe ata do t'i pranojnë ato. Kur të mendojnë se ndeshkimi i Zotit është i meritueshëm për ta, ai do t'i thotë secilit prej tyre, unë t'i mbulova dhe t'i fsheha gjinohet në dynja. Prandaj edhe sot unë do të t'i fshet dhe mbulej gjinohet e tua. Atëherë, ata do të kthehen te familjet e tyre në xhenet, të gëzuar, të lumtur dhe të përmalluar. Ata tashmë kanë shpëtuar nga ndëshkimi dhe do të gëzohen përjetësisht mes shpërblimeve. Lehtë do të japi llogari. O tefsiru sure El, Inshikak, ajet 7. Dhe do të kthehet i gëzueshëm te të afërmit e tij. O tefsiru sure El, Inshikak, ajet 7. E atij që do t'i jepet libri i tij pas shpinës. E përsa i përket atij të cilët do t'i jepet libri vet nga pas shpinë, ai do të lutet për t'u asgjësuar dhe do të flaket në një zjarr të ndezur fort. Këta do ta marrin librin e veprave të tyre nga pas shpinë me të majtën e tyre. Ata do të luten për shkatërim, për shkak të poshtërimit dhe ndëshkimit të merituar për veprat e këqija që kanë bërë, të cilat i shohin të shkruara në libër dhe nuk janë penduar për to. Ata nuk kanë për të shpëtuar, por do të përshihen nga flakët e ndezura fort. E thërret shkatërimi. O tefsiru sure El, Inshikak, ajet 10. Dhe në zjarr do të digjet. O tefsiru sure El, Inshikak, ajet 10. Sepse në jetë ka qenë i gëzueshëm në familjen e tij. Ai jeton të i gëzuar në familjen e vet. Ai vërtet mendonte se nuk ishte për të ringjallur, por jo sepse Zoti i tij e ka pasur gjithë në vëzhgimat. Ky ndëshkim, sepse atyre nuk u shkon ndërmend ringjallja dhe takimi me Zotin. Ata vazhdojnë jetën të gëzuar në familjet e tyre dhe tërësisht mos përfjellës ndaj ftesës së Zotit për besim. Por, të mjerët, gabojnë shumë rënd, sepse dita e gjykimit para Zotit është e pashmangshme.
Çdo kush do të shpërblehet ose do të ndeshkohet në varësi të asaj që ka punuar, dhe ka menduar se kur nuk do të kthehet ringjallet për të dhënë llogari. U tefsiru sure El, Inshikake, ajet 13. Po, do të kthehet te Zoti i tij, me të vërtetë ai sheh të gjitha punët e tij. U tefsiru sure El, Inshikake, ajet 13. Dhe betohem në kuqërimin e mbrëmjes. Betohem në kuqërimin e muzgut, në natën e në çfarë mbulon ajo me errësirën e saj, edhe në hënën e plot, Allahu i lartësuar betohet në disa shenja të mëdha, të cilat shfaqen natë. Kështu, fillimisht betohet në dritën e kuqëremt, që mbetet nga dielli kur ai perëndon. Kjo shënon fillimin e natës. Pastaj, Allahu i lartësuar betohet në natën dhe në gjithçka që ajo mbulon me errësirën e saj. Ai betohet gjithashtu edhe në hënën e plot, aq të dobishme dhe të bukur. Por për çfarë betohet i përpushtetshmi? Dhe natën dhe në atë që paklon ajo me errësirën e saj. U tefsiru sure El, Inshikake, ajet 16. Dhe hënën e plot. U tefsiru sure El, Inshikake, ajet 16. Ju, me siguri, do të gjendeni në rrethana të vështira dhe më të vështira. Se ju, me siguri, do të kaloni gjendje pas gjendjeje. Ju keni për të kaluar gjendje pas gjendjeje, fazë pas faze, për të shkuar atje ku jeni njoftuar. Pas një pike uji, ju ktheheni në gjak të ngjitur në muret e barkut të nënës, pastaj shndërroheni në një copë mishi të ngjashëm me një mish të përtypur, për të kaluar në fazat e tjera të zhvillimit, që në fund ju fryhet shpirti. Pastaj dilni në këtë jetë si fëmijë të dobët dhe të varur. Me pas, filloni të dalloni dhe të arsitoni derisa arrini moshën e përgjegjësisë, kur lapsi fillon të shënojë veprat tuaja. Gjatë jetës tuaj, Zoti ju kërkon zbatimin e ligjit të tij dhe qëndrimin brenda kufive të tij. Pas vdekjes, ai ju premton ringjalljen dhe llogaritjen e drejtë të veprave tuaja për t'ju shpërblyer me drejtësinë dhe bamirësinë e tij. Të gjitha këto faza nëpër të cilat kalon njeriu tregojnë se vetëm Allahu është ai që meriton adhurimet tona, sepse ai është i vetmi që përkujdeset për krijesat e tij, me mëshirë dhe urtësinë e tij. Çdo krijesë është e dobët, e varfër dhe e pafuqishme përpara Krenarit të gjithëmshirshëm. Megjithatë, shumë prej njerëzve nuk besojnë. Çka kanë ata që nuk duan të besojnë? Atëherë çfarë kanë ata që nuk besojnë? Përse, kur u lexohet Kurani, nuk përulen? Që është me këta njerëz që nuk besojnë Allahun dhe në madhështinë e tij, që nuk besojnë në Kuranin e tij, që nuk e shtrohen për të zbatuar urdhrat e tij dhe për t'u larguar nga ndalesat e tij. Përse kur t'u lexohet Kurani, nuk përulen, nuk bëjnë sejdë. U tefsiru sure El, Inshikake, ajet 20. Madje, jo besimtarët, e përgënjeshtrojnë atë Kuranin. Në të vërtetë, mohuesit përgënjeshtrojnë. Shpaljet e Zotit? Pe çuditës ata që mohojnë Zotin e quajnë të vërtetën si mashtrim dhe e kundërshtojnë atë me urrëtie, pasi u është bërë e qartë. Prandaj, mos u çudisni që ata e mohojnë Kuranin dhe nuk nështrohen për ta zbatuar atë. Ata që e mohojnë të vërtetën nga kryenësia dhe urrëtia, për ta nuk ka mundësi udhëzimi. Nëse ata urrejnë të vërtetën, si mund ta pranojnë atë dhe të nështrohen? Perëndia, me të vërtetë, diçka fshehin ata në zemrat e tyre. Por Allahu e di më së miri atë që ata e mbajnë fshehur në gjokset e tyre. Allahu i gjithditur di çdo vepër dhe qëllim të tyre, e shfaqin apo e mbajnë të fshehur në shpirtin e tyre dhe do t'i shpërblej me drejtësi për to. Prandaj, si arriqoj ata me dënim të dhëmshëm. Lajmëroj ata për një dënim të dhëmshëm. Kjo është gjendja e shumicës së njerëzve, ata nuk e besojnë Kuranin dhe e mohojnë mesazhin e tij. Megjithatë, janë edhe disa që Zoti ka përzgjedhur ndër njerëzit e tjerë për t'i udhëzuar dhe ndriçuar me këtë Kurani. Por, ata që besojnë dhe punojnë veprat e mira, do të shpërblehen pa ndërprerje. Përveç atyre që besojnë e bëjnë veprat e mira, të cilët do të kenë shpërblim të pandërprerje. Ata e besojnë Kuranin dhe çdo kund të sjell nga profetët e Zotit, angazhohen me sinqeritet për të zbatuar çdo porosi të dhënë prej tyre. Këtyre fatumëve, Zoti u ka premtuar shpërblim të pandërprerje. Ata do të jenë përjetësh në kënaqësitë e pafundme, të cilat syri nuk i ka parë, veshi nuk i ka dëgjuar dhe askush prej njerëzve nuk ka arritur as t'i imagjinojë.